Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi tashmë sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Edhe njëherë për të vënë vëmendjen tek Jozi dhe te Loredana. Ju e dini shumë bukur që në këtë edicion u krijuan dy çifte. Çifti i parë ishte realisht zyrtar në Big Brother që dhanë puthje ishte Jozi dhe Loredana, dhe më pas u krijua Gjesti dhe Egli edhe pse të tjerët ishin në tentativë, por nuk arritën dot të krijohen. Loredana ishte konfuze para se ajo të largoj nga shtëpia Big Brotherit dhe në atë të cilën ajo kishte shprehur në dhomën e rrëfimit, ishte shumë konfuze se si do të shkon rrugtimi i saj, se çfarë do të bën ajo, si do të jetë marrëdhënia me Jozin. Kujtoj një fjalë që Loredana në momentin që ishte në dhomën e rrëfimit dhe po shpjegonte hatërmbetjet ndaj Jozit dhe këtë luhatjen emocionale, shpirtërore që Jozi ka, tregonte që unë në qoftë se Jozi nuk është i tillë, domethënë në qoftë se ky Jozi nuk është Jozi që unë e njoh për Loredanën, për dashurinë, unë do ta largoj dhe nuk do të jem më pranë tij. Të paktën ishin këto fjalët e Loredana Bratit në dhomën e rrëfimit dhe siç duket ashtu ndodhi. Në universin unik të shtëpisë të Big Brother, ku çdo ndjenjë amplifikohet dhe çdo përjetim bëhet pjesë e një loje të madhe, lindi një nga historitë më të komentuara të këtij edicioni. Ajo mes Jozit edhe Loredanës, që në javët e para mes tyre u krijua një kimi e papërshkrueshme, një afërsi që shpejti të kaloi kufijtë e lojës dhe mori trajtën e një dashurie të vërtetë. Ata nuk hezituan ta danin me publikun këtë ndjenjë, madje e quan mëtej duke kurorzuar lidhjen e tyre, një martesë simbolike brenda asaj shtëpie. Ishte një moment i mbushur me emocion, buzëqeshje dhe me premtime. Publiku i ndoqi me entuziazëm, ndërsa banorët e tjerë mes mbështetjes dhe skepticizmit shihnin lindjen e një çifti që do të bëhej epiqendra e shumë ngjarjeve në vazhdimsi. Po ashtu, si çdo histori dashurie që lindte në kushte të jashtëzakonshme, edhe kjo lidhje pati përballjet e veta. Ndërhyrja e jashtme nuk mungoi as pak dhe më pikantja ndodhi kur babai i Loredanës hyri në shtëpi për të takuar vajzën e tij. Me një ton të prerë ai kërkoi Loredanës të largohej nga Jozi, duke ngritur dyshime për ndikimin e kësaj lidhje me mirëqenien e saj. Ky moment solli një kthes të dukshme. Loredana filloi të tërhiqej emocionalisht, ndërsa Jozi gjithnjë më i hutuar nga distanca, që po krijohej, nisi të ndjente peshën e presionit të jashtëm. Pak ditë më pas, shtëpia përjetoi një tjetër tronditje. Jozi u përjashtua me zartëzi, shkaku i një përplasjes me banorin tjetër Gjestin, e cila i kaloi kufijtë e toleruar nga rregulloria e lojës. Ky moment jo vetëm që ndikoi tek rrjedha e lojës, por tronditje dhe balancën emocionale të Loredanës. E mbetur vetëm dhe nën reflektim, ajo nisi të distancohej gjithnjë më shumë nga marrëdhënia që dikur e mbante të fortë brenda asaj shtëpie. Rikthimi i Jozit në shtëpi ngjalli shpresë, jo vetëm për të, por edhe për shikuesit që ende besonin në forcën e kësaj dashurie. Ata të dy përpoqën të rindërtonin një urrë që ishte dëmtuar rënd, të rikthenin ndjesitë e para, të haronin presionet, debatet dhe ndërhyrjet. Për pak kohë u duk se mund t'ia dilnin, por gjithçka mori fund përfundimisht pas daljes së Jozit nga shtëpia dhe incidentit të tij fizik me Gjestin. Një akt që Loredana nuk mundi ta justifikonte më. Në një deklaratë të hapur, Loredana tha se mbështeste Gjestin dhe nuk pranonte dhunën si mënyrë reagimi. Me këto fjalë ndoshta pa e thënë drejt për drejt, ajo i vuri një pikë përfundimtare asaj që dikur e kishte quajtur dashuri. Një histori që nisi me shumë pasion dhe ëndra të mëdha përfundoi mes tensioneve, zhgënjimeve dhe realitetit të ashpër që ndonjëherë shtëpia e Big Brotherit dita sjell me forcë. Sot Jozi dhe Loredana nuk janë më finalistë, por historia e tyre do të mbetet gjatë në kujtesën e publikut si një rrëfim dashurie që u ndes me zjarr, por u shua nga era e asaj që ndodhet jashtë shtëpisë, paragjykimet, pasiguritë dhe zgjedhjet e vështira që ato të dy bën. Siç duket tashmë Loredana Brati
në ndikimin edhe të familjes së saj me patjetër, përfundimisht i ka dhënë fund marrëdhënies së saj me Jozin. Jozi akoma nuk është bërë publik që nga momenti i daljes nga shtëpia e Big Brotherit dhe arrestimi në policinë e Tiranës, pas daljes publike të policisë me deklaratën e tyre për lirimin e Jozit në orën 5 të mëngjesit po ta asaj nate, apo po ta ati mëngjesi, që Jozi u largua nga Big Brother i mëngjesin e datës 13 prill, por njëkohësisht Jozi nuk është se ka dalur në një deklaratë të tij në rrjetet sociale për të kërkuar një falje apo diçka kundërdrejt rastit që ndodhi, sepse në Top Channel patjetër që nuk mundet, pasi që Top Channel ja ka ndaluar të gjitha pjesëmarrjet nëpër emisionet televizive të tyre. Ne do të takohemi sërish së bashku, vazhdoni të na ndiqni me subscribe për videot e radhës.